lumë si Sitnica nuk duhet të jetë simboli neglizhencës, por i jetës, i gjelbrimit dhe i bukurisë urbane. Në mandatin tonë, do të fillojmë rregullimin e shtratit të lumit Sitnica në pjesën që shtrihet në anën e majt të rrugës Hayreddin Bajrami. Aty ku sot kemi një hapësirë të degraduar, nesër do të ndërtojmë një zonë funksionale dhe atraktive për qytetarët tonë. Do të ndërtojmë shtigje për ecje dhe ciklizëm. Do të krijojmë kënde lojrash për fëmijë, hapësira për relaks dhe gjelbrim, një zonë urbane e re që do të jap frymëmarrje qytetit dhe do të ofrojë njerëzit me natyrën. Ky projekt nuk është vetëm rregullimi i një shtrati lumi, është investim në cilësinë e jetës, në mirëqenien, në kohën e lirë, në qytetin që duam t'u lëmë brezave të ardhshëm. Ky është vizioni ynë, një lipjan i pastër, i gjelbër, me hapësira për familje, për fëmijë, për të rinj e për të moshuar. Qyteti nuk rritet vetëm në ndërtesa, rritet me kujdes për natyrën, për ambientin dhe për njerëzit. Lipjani i së nesërmës fillon sot me projekte që prekin jetën tuaj çdo ditë.